Dita tjetër më me fat e vitit erdhi dhe është pikërisht data 29 korrik kur bashkohet Dielli dhe Jupiteri në shenjën e Luanit, duke sjellë kështu kulmin e fatit të zgjerimit dhe të bollëkut. Ndikimi fort i këtij bashkimi do të zgjasë deri në datën 4 gusht, mbajeni mend këtë, dhe është momenti kur projektet të cilat kanë qenë të bllokuara apo pezu tashmë i ndizet ajo drita jeshile dhe janë gati që të shkojnë përpara. Do të ketë një rritje masive të njerëzve që do duan të shfaqin atë talentin e tyre, do të shohin fushata të mëdha marketingu, lançime të produkteve luksoze, si dhe një boom apo thyerje rekordesh në industrinë e argëtimit. Këto ditë njerëzit do të kenë guximin që të thonë unë e meritoj këtë gjë, unë e meritoj atë shtëpi, unë e meritoj atë punë, unë e meritoj këtë rritje në detyrë, meritoj këtë veshje, meritoj këtë njerëz. Pra është koha kur individët kërkojnë ngritje në detyrë, një status tjetër, më të mirë, një rritje page, disa mund të ndryshojnë stilin e flokëve, stilin e veshjes dhe të duan që të jenë më rrezëllitës në syrin e të tjerëve. Shumë të tjerë nuk do të pranojnë që të qëndrojnë më në hije, shumë njerëz mund të ndjejnë se nuk është koha më që të fshihen pas frikës edhe pas dyshimeve, por është koha që të dalin edhe të shkëlqejnë, sepse kjo është energjia e Luanit. Të tillë energji nxitse na jep. Njerëzit të duan më shumë që të argëtohen gjatë këtyre ditëve, që ta shijojnë jetën, të organizojnë ngjarje të mëdha në rrjetet sociale dhe në jetën publike. Do të ketë një tendencë të shtuar për të ndarë arritjet personale, për të marrë vlerësime nga të tjerët. Në aspektin e romancës normalisht do të ketë disa njohje shumë të bukura, romantike, mund të ketë një forcim të një marrëdhënie ekzistuese, shtim të pasionit, apo dhe dëshirën për të shprehur ato ndjenjat pa frikë tashmë. Nga ana tjetër do të ketë një luftë të madhe kundër personave të cilët do të shfaqin një ego të fryrë dhe një arrogancë të pastër me të tjerët. Kështu që do i ulet një sekunda. Dhe gjithashtu ky është një moment përgatitës për eklipsin diellor që do të ndodhë te Luani më datën 12 gusht. Çfarë do lloj vendimi apo lëvizje e madhe që nis kolektivisht këto ditë apo dhe privatisht do të vulloset dhe do të ketë një ndikim afatgjat për 10 apo deri në 12 vitet në vazhdim.